Po me pas dalë këto zgjedhje vetë Lutfi Aziu, në besoj që kishtë dalë fitus. A me që të avë për Ismailin, vjen shumë keq, mund me konë shumë zotni, njeri mirë, ose njo. Dhe për njëri që si njo, s'kom qef me folë. Qështë nuk e njo asë këtë ekonomistin Arben Mustafa. Në anën tjetër, me shiku do më anë pretendimet edhe punë që i ka bon, Gillani totalisht i paknoqën. Është i paknoqën në një me ndërprerjen e punëve në autostradë. Sepse rruga Kabadovci është, pas që i bon 50 minutë një orë, është me rreziqe, nuk është me grupa, është këtë gjo problem. Po të reagojnë shikuesit Halil për dinosaurin, po thojnë më mirë është do ta quash buldozeri i LDK-s. Po buldozeri s'ka shpijut, be? Dinosauri ka pas shpijut, bile. Nëse ka ekzistuar në njerë. Tash, autostrada, blokimi i punimeve në autostradën e Gillanit i ka iritu Gillanas. Unë e vipe i qanejna. Na kemi hanë rrethi Gillanit e kemi pas kërë qytet Gillanin para se mu bon kamenica. Po kryetari tani shumë e ka përmen falë Matoshi gjatë fushatës e ka përmen autostradën edhe stadionin. Asë një unë bo. Nuk janë projekte tina e su dosh mi përmenesh. I ka përmen tash njerëz në një taj. E dyta është Gillani nuk ka rezervë të ujtë, është në krizë për ujë. Nuk bo fizibiliteti qysh në kohën ku ka qenë qeveria Haradina në 2017 atje te Kremenota është një fshat ka Kamenica atje, edhe nuk u bon kur gjo. Gillani është në rrezik për ujtë pijes. Deri sa ky liçeni i vogël akumulus në hymjet Gillanit që i Livushit është degradu edhe duhet mu zbrazë edhe mu eliminu tonësi. E tjetra është Gillani e ka probleme me varreza, Gillani ka problem me daljen për Gillanit për Prishtinë, aty mund me met 2 orë njeri. Në Gillan nuk është punu kur qa. Edhe ka probleme, stadiumin ka dhonë të nder, njerëzve me presedant penal, është anullu, edhe Gillanas janë të iritu, që kjo janë huqje 4 vjetë, që ka bon asë një fund vogël. Zakonisht stadiumi ka ditur të rëzoj kryetar komunash në Gjilanës. Interesante. Beteja, ku presit tjetë ndaj zona Praver me këto emra dhe figura? Me këto emra dhe figura, edhe pse ndodhë se jena pak herët edhe ndodhë mundru, mirë po... Jemi shumë herët, jemi të parët që kemi njësë këtë debat. Vetëvendosje edhe LDK mendoj që e bojmë betejën kryesore, që ashtu që shëndoj mendimin edhe për Prishtinë, e mendoj edhe për Gjilanin. U përmend që pas kam pas edhe një mandat pas ka qenë edhe PDK-ja, kjo është bjen një farë laramanie, mirë po përsëri mendoj që vetëvendosje LDK do ta bojmë betejën kryesore, edhe pse ky zotnia Ismaili personalisht nuk po e njoh, po domethënë ka fjalë të mira,